Oj botokse, s'marr këshilla nga fallëci. Shkurta masakron Gjenetën live. Eliminimi nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova nuk i ka ulur gjakrat me Shkurtës dhe banorëve të tjerë. E ftuar në Big Talk, ish banorja ka shpërthyer në akuza të rënda, duke treguar se largimi i saj u festua nga pjesa tjetër e shtëpisë, gjë që shtyu atë të mos përshëndete me askën. Kënaqen me fatkeqësinë time. Shkurta sqaroi se refuzimi për të përshëndetur erdhi si pasojë e energjisë negative brenda shtëpisë. Ata kanë dëshiruar që unë të dalë, ndaj nuk lash hapësirë as për t'i përshëndetur. Nuk mund të merrem me njerëz që kënaqen me fatkeqësinë time, deklaroi ajo me tone të prera. Ti ke fituar në kurrizë të gjestit. Debati u nxeh në kulm kur Shkurta u përball me Gjenetën, duke kaluar në ofendime personale dhe duke prekur pikën më të dobët, marrëdhënien e saj me gjestin. Oj silikone, oj botokse, nuk marr këshilla nga një njeri fallko. I tha Shkurta, duke ironizuar ndërhyrjet estetike të Gjenetës. Duke ju referuar raportit të shumëpërfolur brenda shtëpisë, ajo shtoi, s'ka pasur faj që se ka dashur gjesti, sepse ti ke fituar vetëm në kurrizë të tij. Gjeneta u përpoq të ruante qetësinë duke i kujtuar se fokusi duhet të ishte te rrugëtimi vetë Shkurtës, por atmosfera mbeti tejet e tensionuar, duke vërtetuar se rivalitetet e Big Brother nuk përfundojnë me dalje nga shtëpia.